Përshëndetje miq, vazhdojmë avazin, protestat. Tani sot duhet ndalim pak te Albin Kurti. Edhe tek Rama përsëri. Pastaj vazhdojmë më tej me protestat. Pse Albini sot? Po sepse Albini është ai thëngjilli mbuluar. Ai që mbrapa kuindave te protesta. Albini do të thojë vetëm dy gjëra. Para punës, Albin, je thjesht një anti-amerikan. Edhe ti jesh anti-amerikan, do të thotë që sot, po edhe dje, edhe nesër, të jesh anti-shqiptar. Sepse mos mendo se ne që jemi pro-amerikan, dum Amerikën më shumë se Shqipërinë. Jo, Shqipëria, shteti am, dhe Kosova, i shteti që ti drejto sot, të dy këto shtete ekzistojnë në saj të Amerikës. Edhe për këtë, duhet jemi gjithmonë pro-amerikan. Sepse nuk do ekzistonin. Zë ekzistonte as Shqipëria, as Kosova që ti e ke ul bëthën tënde në atë pultronën kryeministrore. E ke nga amerikanët atë. Kështu që të jesh anti-amerikan sot është të jesh anti-shqiptar i kulluar. Tani, që kur ka ardhur tim pushtet, them sa gjëra në sy sot. Faktori politik shqiptar ka pësuar një çoroditje të madhe prej teje. Jo vetëm një çoroditje, po edhe një plasje, edhe një dobësim faktori politik shqiptar në rajon. Prej teje. Okej? Domethënë, e vazhdoi me Kosovën, pastaj fute hundët në Maqedoni, me partinë Vlen atje, ë? E çfarë ndodhi në Maqedoni? Çfarë po ndodh në Maqedoni? Me partinë që ti mbështet hapur fare, me demek shqiptar, po që janë anti-shqiptar, çfarë ke tash? Çfarë po ndodh? Po vetë diskutim marrëveshja e Ohrit, ajo 2001-shit, midis Maqedonisë atëherë dhe UÇK-s, jo kjo e Kosovës Serbi që u bë para pak vitesh. Po vetë pikpyetje marrëveshja e Ohrit. Prej teje, se ti fut hundët atje, se ti je një anti-shqiptar, edhe ti je në politik me një skem, me një strategji shumë të gjerë për ta përmbyeshur rendin politik shqiptar në rajon. Ky e ti. E fillove me Kosovën, siç e thash, me Maqedoninë, dhe shife çfarë po ndodh në Maqedoni. Po tenton të heqin shqipen nga gjuha zyrtare, po i fshin shqiptarët nga administrata, po heqin emrat e rrugëve që janë shqip, edhe kjo në saj teje nga partia që ti mbështet dhe suporton, partia Vlen. Përveç sajt, sjellë këto njerëzit e Maqedonisë me anë partisë Vlen për të mbush protestat në Shqipëri, protestat anti-shqiptare, anti-turizëm, edhe me aktivistët e tuaj. Por në Shqipëri e ke provuar me zgjedhje, domethënë, por në Shqipëri nuk ka për të hes ndonjëherë. Nuk e hajmë ne shqiptarët e Shqipërisë, domethënë, ato ka rremin tënd, je shumë fshatar ti për të bërë politikë Shqipëri. Je shumë i lehtësueshëm, je shumë anti-amerikan, je shumë anti-shqiptar. Kështu që në Shqipëri do dështosh gjithmonë. Tani, paremrimet që kam për ty, shumë shpejt kam përshtypjen që do fillosh të izolohesh nga amerikanët. Edhe indicia e parë ishte që nuk u ftove në summitin e NATO-s në Turqi, që u mbajt dje. Lexoj mirë këto gjëra, sepse nuk do të falin amerikanët kësaj rradhe. Okej? Që ruajnë surratin tënd të bukur, se si as i bukur. Nuk kam për të falë kësaj rradhe. Domethënë, po do izolohesh në vijim. Nuk të thirrën në summitin e NATO-s, dje të bën thirrje prap për marrëveshjen e gazit amerikan në Kosovë, që ti vazhdon të refuzosh. Si mund të refuzosh gazin amerikan ti në Kosovë? Gazi amerikan në Kosovë është garanci për Kosovën, për energjinë, por edhe për garancinë e territorit të shtetit Kosovës. Largon dhe energjinë ruse nga Kosova që mund të futet nëpërmjet Serbisë. Si vazhdon të refuzosh ti? Edhe të kanë bërë thirrje prapë di ambasadë amerikane në Kosovë. Merre seriozisht këtë gjëra, se do ta pësosh shumë keq. Mos refuzoj investimet amerikane, more. Të refuzosh investimet amerikane në Kosovë është të refuzosh shtetësinë e Kosovës dhe të refuzosh sovranitetin e Kosovës. Dhe mos ki frikë se nuk të konkurrojnë ty amerikanët me gazin që do sjellin nga Amerika me qymyrin që ketin në Kosovë, apo thëngjillë si i thonin ndryshe.
s'të konkuron, madje të ndihmon ta zhvillosh atë lloj industrie, nëse je pak i zgjuar. Pastaj kam një thirrje tjetër, pse se përfshin Amerikën te trepçja? Përfshihet te trepçja më valla. Kaq merr fund një herë mirë siguria e Kosovës për mirë. Nëse përfshin amerikanët te trepçja që të investojnë, të futen të bëhen pjesë, do arrish politikën më të madhe strategjike të Kosovës vitet e fundit. Do konsolidohet veriu i Kosovës përfundimisht. Se e gjithë lufta për destabilizimin e Kosovës bëhet për trepçën. Për pasuritë e trepçës, asgjë tjetër. Fut amerikanë do në trepçë. Po ti je kundër investimeve amerikane. E kupton? Dhe vetëm slavët edhe rusët kanë një politikë kundër investimeve amerikane. Sa më pak investime amerikane në Kosovë, aq më e dobët Kosovë. Pastaj, një nga arsyet që nuk e thirr në Ankara, domethënë, në Stamboll, për samitin e NATO-s është sepse është e Vjosa Osmani, që u solle shumë keq me Vjosën. Jashtëzakonisht keq, jashtëzakonisht mosmirëse. Unë Vjosën nuk e njoh fare personalisht. As ka nevojë fare Vjosa t'i bëj un PR. Po e kam parë nga larg dhe e di se çfarë njeriu është, se çfarë politikan i ishte. Unë mund të them vetëm diçka. Por sa i përket Vjosa Osmani si presidente, si femër, nuk ka për të parë Kosova, ndoshta për shumë vite, një kalibër si Vjosa Osmani. Në artikulim, në mbretësi, në argumentat që kishte. Dhe mos harro që ishte një aleate shumë e madhe, shumë e forte e Erdoganit personalisht, edhe Trumpit njëkohësisht. Edhe ti e hoqi në momentin më kritik. E çoi vendin zgjedhje vetëm që ajo mos jetë aty, sepse është më e mirë se sa ty. Gjithmonë ka qenë më e mirë se sa ty. Edhe shumë herë ta ka shpërtuar kokën me amerikanët. Kjo është një nga arsyet e tjera pse nuk uftove në samitin e NATO-s. Kështu që thirrri mendjes, sepse fytyra jote prej anti-shqiptari po del pa dita ditës. Nuk ka gjë më të ndyrë, më të shumtuar të sjellësh aktivist vetëvendosis apo me anë të partisë Vlen Maqedoni për protesta anti-shqiptare në Tiranë. Ne shqiptarët e Shqipërisë kemi qenë për protesta pro UÇK-s apo për gjëra tjera në Kosovë, po edhe pjesërisht edhe në Maqedoni. Po që ne shqiptarët e Shqipërisë, se këtu s'du të ketë përçarje apo gabime, do mendime të gabuara, por të vim ne në Shqipëri, në Kosovë, për të përmbysur rendin kushtetues, ne as nuk e konceptojmë dot. E jemi të bëmi pjesë e asaj maskarade. Kurse ti e bën. Pse? Se ky është misioni jot, të përmbysësh rendin kushtetues në Shqipëri, ta kapësh edhe Shqipërinë, siç ke kap Maqedoninë dhe Kosovën, për Shqipëri, vllai nuk ke shanse njësi ty edhe për një 1000 vjet tjera. Je shumë i prapambetur ti. Fatkeqësisht je edhe anti-shqiptar. Tash i dalim te pjesa e Ramës. Rama. Se vazhdojmë prapë, Rama, se këtu i keni mendime, jeni njerëz shumë të bunkerizuar në mendje. Nuk guxon njeriu të japi një mendim të paanshëm, sepse direkt a vendë me thënë, ja po ti je me këtë se çfarë niveli jeni më? Duhet dim të ndajmë të mirën nga e keqja. Duhet dim të jemi objektiv. Të përdorim logjikën, more. Se mbështet Ramën për X politikë, do thotë që je me Ramën. Se i merr një gjëra, që çfarë niveli më vjen ju? Po Ramën, por Ramën pra se për momentin më gjeni mu një alternativë. Kush e zëvendëson Ramën? Në moment që ka një alternativë konkrete, që mund ta zëvendësoj, atëherë mund diskutojmë. Po për momentin s'ka. Edhe Shqipëria është shumë e dobët, me një demokraci shumë të brisht, e kemi theksuar disa herë. Edhe nëse bie Rama, dhe kjo s'është shërbim mirë për Ramën, është shërbim për Shqipërinë. Nëse bie Rama, bie Shqipëria more. Kush është alternativa? Berisha. Alternativë, Berisha është një kufon politike. Apo këto që kanë dalë partitë e reja gjithë në shesh, po gjithë ato që kanë dalë sot në shesh. Asnjë nga ato nuk meriton drejtoj Shqipërinë, sepse janë të gjithë kundër investimeve, janë gjithë oportunistë.
Miran, që në momentin e parë janë gatshëm t'i fusin thikën Shqipërisë për interesat e veta, as i intereson Shqipëria fare. Shkaq e thjeshtë. Kështu që Rama, për mendimin tim, do të bëjë 2-3 gjëra. E para, është ulur me këmbë tokë me protestat, që është gjë e mirë. E dyta, do t'i sugjeroja që ka nevojë për një kabinet të ri, o Rame. Ke një kapitull tjetër përpara vetes. Shqipëria e Bashkimit Evropian. Shqipëria e Bashkimit Evropian kërkon një kabinet të Bashkimit Evropian. Jo kabinetin që ke pas tashe 13 vite. Ka i koha këtij kabineti. Çoje standardin më lart. Krijo kabinetin e Bashkimit Evropian. Nuk krijohet kabineti i Bashkimit Evropian mbasi je antarësu Bashkimin Evropian. Krijohet tashi, para se të antarësohesh, të bëj detyrën siç duhet. Nga ana tjetër të duhet një grup pune. Sepse tashi ke një armik që s'ke për t'i bë ball let herë tjetër. Kush është armiku i madh? Janë pak anaqësitë qytetare, që janë të mëdha dhe të shumta. Dhe nuk ke për t'i zgjidhur dot se nuk zgjidhen gjërat me shkop magjik. Ky do jetë kërcënimi jot, kërcënimi i pushtetit tonë këtë mandat. Në qoftë se nuk krijon një grup pune, të amortizoj deri diku, flasim, paktën gjërat më të ndjeshme, ose t'i kanalizoj pak anaqësitë qytetare, do t'japi zgjidhje për gjërat më të ndjeshme, ke për ta pas pisk punën. Sepse kjo protestë të huajt, dashakeqësit, kanë nxjerrë mësime nga kjo protestë. Tjetra kanë përshtypjen të jetë shumë herë më e fortë, shumë herë më e organizuar, e shumë herë më e mirë financuar, dhe atëherë do kesh realisht probleme. Kështu që të duhet një kabinet i ri, kabineti i Shqipërisë Evropiane, të duhet dhe një grup pune me njerëz shumë të aftë që të zgjidhë të paktën problemet më të ndjeshme që u paraqitën në këtë protestë. Nëse nuk bën këto, mendoj që pushteti jot mund të jetë realisht në rrezik në të ardhmen. Tashi te pjesa e protestuesve, çfarë më fol më për protestuesit? I kemi cek gjithë, nga e para protestë deri tek e fundit. Edhe të gjitha ato që kemi thënë kanë dalë. Sheshit, që janë këto që janë, ky nivel që është, huligan, paguar, mercenar, luan nga agjenturat e huaja, kundër Shqipërisë, kundër investimeve, gjithçka. Gjithë to kanë dalë. S'kemi çfarë shtojmë më. 2 gjëra të vogla mund të them unë. E para punës, kjo protestë e ka mbyll ato kapitullin vet. Nuk arriti të konkludoj diçka, domethënë që t'i shërbetë shoqërisë. Si gjithmonë ne shqiptarët, fatkeqësisht sa herë që prekim diçka me dorë prishim. Fatkeqësisht, pjesën më të madhe të rasteve. Njëta gjë ndodhi me këtë. Domethënë e ka mbyll kapitullin vet. To thjesht vin kot në rrugët e Tiranës. Nuk kanë çaj bëjnë fare qeverisë. Po, janë qytetarët që paguajnë një kosto momentalisht me këto protestat. Sepse këta bllokojnë rrugët. Bllokosh rrugët, nuk e bllokuj qeverinë, ke bllokuar qytetarët që shkojnë në punë ose vinë nga puna, apo kanë halle që shkojnë nëpër spitale apo ku diun. Po dalesh 11 natës, 12 natës protest, ju qofshit vetëm ju kanë paun. Mercenar hesapi, domethënë, si protest kaçakësh. 11 natës, 12 natës njerëzit vënë kalamajt në gjumë, edhe bëhen gati për gjumë për t'i në punë nesër. Nuk s'kan pa protest 11-12 natës. Që protesta man kaçakësh me qeleshe. Tani, edhe ndjes për qeleshën, ose qeleshja qeleshja është diçka, domethënë që na ka shoqëruar për mira vjet, po të përfundojnë qeleshja kokën e juaj. Ju qofshit, po ja që nuk që e ka thonë qeleshën, gjithsecili mund ta vendosë. Kështu që kjo protestë duhet marrë fund sepse është një nonsens, është një zhurmë, edhe po pengon jetën artistike. Paktën për Tiranën e ka bllokuar krejt jetën artistike dhe turizmin që vjen nëpërmjet kësaj jetës artistike. Tani për ta përmbyllur bukur, me qershim mbi tort. Ky festival i Kanye West. Tani, për mua personalisht, se qeveria s'di të bëj as PR për punët e veta, për mua personalisht, ky festival ishte më i duhuri për të ndodhur në këtë moment. Do thoni ju, po pse? Po sepse një muaj e kusur ditë që është hedh një balë të jashtëzakonshme ndaj Shqipërisë, ndaj turizmit, ndaj imazhit ton si mikpritës.
kundër investimeve tuaja. Nuk kanë dhënë mendje ndërkombëtare kundër nesh. Gjërat më negative, më të këqija, të paktën, kjo është gjëja më pozitive që po ndodh për mendimin tim, sepse do e rikthej prap deri diku mendoj Shqipërinë, aty ku ishte para protestave, tek ai imazhi i bukur i turizmit, i eventeve ndërkombëtare, artistike, kulturore, sportive. Edhe këtë e shoh si gjë shumë pozitive, dhe më vjen mirë që po ndodh. Pikërisht në këtë moment që edhe protesta ka degraduar. Na duhesh ky koncept, domethënë, për ta ringjitur prapë Shqipërinë atje ku ishte pak para protestës. Dakord? Edhe fundi fare për sot është që ose ngjoj shumë nëpër media, nëpër protesta, po ne s'kemi ilaçe çfarë na duhet koncerti. Ne kemi pensione të ulta, çfarë na duhet investime të huaja. Tashi, shumica juaj nuk kanë logjik. E kupton? Zero logjika. Zero niveli. Jeni të çoroditur komplet, në ajër komplet. As nuk e dini ku shkoni. Shumica ju janë si punë kësaj protestës pa kokë. Jeni komplet në ajër. Edhe duhet më u futni aty 2 shpulla që të vinin vete, fatkeqësisht ky është realiteti. Tani, edhe në Amerikë ka njerëz që s'kan lek për ilaçe. Po çfarë do të thonë kjo? Hajde t'i bim çdo lloj gjëje të mirë që vjen. Edhe këtu më vlla. Ka probleme plot. Po kjo s'do thotë që me që kemi probleme, hajde t'i bim çdo gjëje të mirë që sjell lek. Po ka më idiotësi më të madhe se kjo. Vetëm budallet mund t'i artikulojnë këtë gjë. Se duam ne këtë që po sjell lek, sepse knematon ka mungesë ilaçesh. Po adresoje pa mungesën e ilaçeve. Po jo do prishun koncertin e Kanye Westit, se s'ke ilaçe. Për cilë ato lekët mund sjellen pra ilaçe. O idiotër. Maskare. Njerëz vulgar, që ju ka rënë mikrofonin dorë. Jo po, kam pensionet e ulta unë, po si du investime. Po ja investimi pra, e sjell, e rrit pensionin nesër pas nesër. Kush dhe rrisi? E rrisi shteti, po si ti rrisi shteti mërë burë, se s'po i bëj avokatin shteti. Po këto lekët, po s'hyn lek, nuk rritet asgjë. Po s'hyri lek në shtet, po s'hyri lek në ekonomi, me turizmin, me evenimente ndërkombëtare, si do paguhen ilaçet, si do rriten pensionet, gomerc stagjinuar. Ndjes për fjalorin, por domethënë u bë tepërt kjo protestë, domethënë një nonsense, një protestë kot, që ka marrë energjinë, ka çoroditur shumë njerëz, domethënë në fund fare çfarë arriti? Një asgjë të madhe. Ju përshëndes deri në reagimin e radhës.